Unë si pronar i shtëpisë jam I kënaqur me pagesën që e kanë bërë. Dhe e kam poshtë shtëpia jeme që nuk në gjendje patjetër do të me rënu. Jam pajtu me atë çmimin që ma kanë thonë dhe kam filluar me se kjo nuk ka qenë për ekzistencë. Gjithmonë të është e granatume, e krisur, mirë mo, fati dashti do të me prish. Njëherë të përshëndes stafin të cilën e kanë bërë verifikimin e dameve, jemi të kënaqur, ashtu kështu mira mo prapë jemi të kënaqur dhe kemi filluar mi rënu këto shtëpia të tona. E kënaqur, ndoshta edhe ja, se si pikë e parë sot është dita e parë e Ramazanit. Edhe pron kur e morëm lajmën, normal se krejt u morzetën, natë madhe që e mboll na e morëm një lajmë shumë të ranë, edhe pse to s'kan mejt veç. Po, prapë dhimbta është shumë e madhe, tepër e madhe është dhimbta për krejt. Për krejt është tepër e madhe dhimbta. Me damin e vlerësuar a jeni kënaqur ju si zonja shtëpisë? Deri dikon. Deri tash ku po banoni, çfarë po bëni, ku po jetoni? Po kemi njerëz të afër në banesat, po gjindemi. Mirdita, sa fillun punimet, lagjen e trimeve, sa jeni kënaqur ju si krye familjar? Na jena të kënaqur, përsa jena të kënaqur, në fillim hiç, ama mas ju bëma që shto, ma mirë që shto se me ne shumë kohë kështë. E si të mujmë mu drejtu se kena me sakaqëm, kena me të ullëve, pa shpija, pa tesha. Pak, jo shumë të kënaqëm, a 500 shumë të kënaqëm, po. Ta hekim që të përlok, vile mos ta shohmi, e mos po thotë zoti me drejtu diçka. Ku keni banu deri tash? Poshtë, të gjamija në të banu poshtë. Më shqit huj. Më ndale këmë lëshu shpjen të jeme, pizdu. E keni po vetë jo? Ja, ka të keni po vetë. Ku me ne 10 vetë jena glumëru në dy loma aty. Tjerë kur, veç Allah edi, veç Zoti edi. Ju falemderoj. Falemdere, juve shmet, inshallah. Falemdere.